3 orë ka zgjatur protesta opozitës në kryeqytet ku që në nisje të saj nuk munguan molotovët dhe fishek zjarret në drejtim të institucioneve, ndërkohë që policia është përgjigjur me gaz lëcjedhës dhe ujë me piper. Nuk kanë munguar dhe përplasjet fizike mes protestuesve dhe efektive, ndërsa në një moment ishin deputetët Luciano Boçi, Flamur Noka dhe Xhelal Mziu, të cilët nuk i shmangën tensionet dhe akuzat drejt policëve. Keni prek se Berishën. Keni prek se Berishën. Keni marrë urdhër, keni godit direkt në sy liderin e opozitës. Ju. Jo të gjithë ju, po një nga ju, një bandit që keni brenda ju shtu. E kemi të filmuar, do të paguani. Tash pas kësaj dite, do të paguani shtrejt. Sepse jeni tjerë, nuk jeni shërbëtor të ligjit, jeni mercenar të krimit organizuar. Aty po i shërbeni. Një nga pamjet që tërhoqi vëmendje në protestë ishte edhe përfshirja nga flakët e një automjeti të policisë për shkak të molotovëve të hedhur nga protestuesit. Sali Berisha në mbyllje cilësoi tubimin si një betejë të shkëlqyer dhe theksoi se aksionet e ardhshme do të jenë edhe më të forta. Ndëshkimi ynë do të bjerë mbi ta dhe ata do përfundojnë në lanë. Miropafshim. Më pas nga spitali ushtarak, ku pa nga afër të lënduarit, Berisha do në jashtë për dhunën policore ndaj protestuesve dhe akuzoi qeverin për inskenim të situatës me policë plagosur. Një paralemrim me kishte edhe për Edi Ramën. Dhe garantoi Edi Ramën se për çdo protestues të dhunuar, ai do të jetë përgjegjës personal direkt. Sikur garantoi shqiptarët se në këtë vend paqë nuk ka dhe nuk do të ketë, përgjerësa qeveritarët hajdut pasi kanë vjedhë qytetarët qindra milion dhe miliarda, përdorin mandatet e krimit, simburoj për të bllokuar sistemin e drejtësisë dhe akuzën. Ndryshojnë ligje, po simburoj. Edi Rama duhet ta ketë të qartë se kjo në mënyrë absolute nuk do të tolerohet kur nga kjo opozitë. Thirrja ime për policinë e shtetit është të mos përdoret si mish për top për një band hajdutësh dhe i përshëndes të 3 policët që u larguan. Menjëherë sapo morën vesh se mund vinte edhe kreu i narkoshtetit për teatrën me ta. Edhe ministri i punëve të brendshme Besfort Lamallari vizitoi në spitalin e traumës punojësit e policisë së shtetit që mbetën të plagosur në protestë. Ai do në jashtë për dhunën ndaj uniformave blu, duke theksuar se përdorimi i molotovëve dhe mjeteve të tjera të rrezikshme ndaj efektivëve që ishin në krye të detyrës për garantimin e rendit dhe sigurisë është i papranueshëm. Lamallari ngriti shqetësimin edhe për përfshirjen e të miturve në akte dhune, duke cilësuar këtë si një akt të rënd manipulimi dhe shfrytëzimi. Përdorimi i fëmijëve për të ndezur molotov dhe hedhur fishek zjarre ndaj institucioneve përbën një shkelje të rëndë dhe përgjegjësi penale edhe për ata që i nxisin, përfundon reagimi i ministrit Lamallari. Dikej vetëm për familjet tuaj që janë në ankth, kur i shohin në sipër, që ne tuaj dhe e shkuar.